Diagnostikimi I hershëm është kryesorja dhe është çasti më I rëndësishëm për sa I përket kancerit në përgjithësi dhe sidomos të gjirit. Eksperienca, nëse do të flasim për eksperiencën time, ka qenë diçka jo e pritur, nuk është se e kisha shfaqje të diçkaja apo të ndonjë dhimbje të veçantë, por thjesht ishte ndoshta edhe një rutinë që ishte lënë pak pas dore që duhej bër. U bë, erdhi si një rufe në qiell të hapur, sepse ishte diçka që se prisja dhe as se mendoja ndonjëherë. Prandaj kryesorja dhe gjëja më e rëndësishme janë kontrollet. I quajmë gjërat ndoshta të pavlerëshme sepse besojmë në veten tonë apo kemi një mirëbesim apo një vetbesim që në këto raste nuk është shumë mirë për të pasur. Diagnostikimi I hershëm dhe sidomos kontrollet rutin është gjëja më e rëndësishme për të qenë vetë të sigurta, për të pasur qetësinë shpirtërore dhe fizike dhe ambientin që neve na rrethon, familjarët dhe gjithçka dhe gjithkush që na rrethon të jenë të qetë, të jenë dhe ata mirë dhe ne. Gjatë purimit tuaj ju nuk e keni ndërprer asnjëherë punën? Marrëdhënie me punën jo. Janë shkëputje të vogla, por jo marrëdhënie të pritet 100%. Në momentet që nuk ndihem fort mirë, sepse ka momente që nuk ndihesh fort mirë, ka momente që nuk ke mundësinë fizike apo edhe mendore, sepse është shumë e rëndësishme dhe ajo mendorja. Kështu që bëj një shkëputje të vogël, po përsëri rikthehem për të qenë përsëri këtu. Është e rëndësishme kjo për të gjitha gratë që është shumë e rëndësishme, sepse marrëdhënia me punën të lodh, sepse ne jemi gra dhe sidomos puna jo nuk është se përfundon vetëm në atë punën e mëngjesit apo punën që mund të kesh atë 8 orarshin. Puna jon do vazhdosh në shtëpi, do vazhdosh me njërin, do vazhdosh me tjetër, me gjithçka që mund të jetë. Dhe është e lodhshme, është raskapice në disa momente. Ke nevojë për të marrë pak veten. Nuk mund të mendosh asgjë. Nuk ka mendim në këto momente. Do me thënë, të vinë një rufe në qiell të hapur dhe ti ka momente që e humbet veten, sepse thua pse mua, por ka momente që pastaj thua okay, do bëhem e fortë sepse kam arsye për të qenë e fortë, kam pse të jem e fortë dhe kam për këtë të jem e fortë. Nuk na mposhtë asgjë. Jemi të forta mjaftueshëm për të qëndruar në këmbë dhe për të ringritur përsëri. Është thjesht ndoshta një pengesë e vogël, një sfidë e cila duhet kaluar dhe duhet përballur.